Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Halilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Jam këtu pranë jush për të komentuar dhe për të analizuar pak mirënjohjen që Brikena dhe Mateo kanë kundër drejt njëri tjetrit, edhe ndaj publikut me patjetër. Në fakt, ditën e sotme kanë shkëlqyer. Kanë qenë të jashtëzakonshëm. Unë nuk i prita të këtill, prita pak më me emocione, prita pak më me, do me thënë, më të izoluar, sepse rikthimi në sken, emocione që po përjeton, po gjithsesi, do me thënë, Brikena dhe Mateo po kaloj një kohë jashtëzakonisht të bukur bashkë. Në këndin në të cilin ishte Brikena, ishte e mrekullueshme, më pëlqeu në fakt mënyrën dhe qëndrimin e saj, si gjithmonë paqësore dhe ëmbël, por edhe Mateo si i ftuar special ka shëndritur. E bukura e gjithë kësaj gjëje, unë gjithmonë them që njerëz të vlefshëm dhe njerëz të cilët duhet të duar trokitur janë pikërisht ato njerëz që janë mirënjohës kundërdrejt atyre që i mbajnë në sken, kundërdrejt atyre që i mbajnë aktiv dhe kundërdrejt atyre që po bëjnë tifo për to. Dhe në këtë rast, Mateo dhe Brikena, në një formë të thjesht por të bukur, bën një lëvizje që realisht është për të vlerësuar. Ato në grupin e tyre sollën nga një fotografi prej Brikenës dhe një fotografi prej Mateos, pas gjithë lodhjes, pas gjithë stresi që kanë kaluar, se pa marrë parasysh, do me thënë, që është një spektakël, është një gjë e bukur që bëhet për publikun, që bëhet me energjinë më të mirë, në fund të ditës është stres, është përgjegjësi. Mateo dhe Brikena e kishin qaf fare momentin dhe shprehën falenderimin dhe mirënjohjen kundërdrejt të gjithë atij publiku që e ka mbështetur dhe vazhdon ta mbështesë edhe në këtë rrugtim. Do të thënë, vazhdon t'i dhuron energji të mirë. Brikena ndjeshte shumë paqësore, ndjeshte shumë e lumtur, gjithashtu dhe Mateo, do të thënë, po e shijojnë pafund këtë eksperiencë të bukur që e kanë fal televizionit Top Channel. Brikenën do të kemi fatin tani ta shohim në çdo të diel në Shizon Top deri në puntatën e fundit, ndërsa Mateo me patjetër që do të jetë aktiv në Instagramin e tij, e vetmja dritare ku ai do të shfaqet çdo ditë me përditshmërinë që po kalon ky çift i dashur. Do të thënë, çdo gjë po bëhet shumë glamur, çdo gjë po jetohet, çdo gjë po shijohet dhe po kënaqen realisht me njëri tjetrin, japin pasion dhe emocion njëri tjetrit. Unë i uroj me zemër që të jenë të duar trokitur gjithmonë dhe shpresoj që gjithmonë të na vinë me këtë energjinë dhe pozitivitetin që ato të dy i karakterizon.